Komisioni i ankimeve dhe sanksioneve po shqyrton ankimin e Partisë Demokratike për pavlefshmërinë e rezultatit në qarkun e Elbasanit. Mbledhja u ndërprer për 10 minuta për shkak të një përplasje mes relatorit të KAS Ilir Rusmali dhe përfaqësuesit të PD-s Marash Logu. Me vendim të dy antarëve të PD në KAS, u vendos hapja ekutive në Gramsh, Peqin, pas pretendimeve të opozitës për parregullsi. Antari i Partisë Demokratike në KAS Elvis Çefa tha se nga pamjet filmike të KQZ ka dyshime për parregullsi në votim. Kështu, kutit e Gramshit dhe Peqinit do të hapen për të verifikuar materialet zgjedhore. Fletët nuk do të rinumërohen për efekt të rezultati, por do të krahasohen fletët në kuti faktive me proces verbalet ekutive të materialeve zgjedhore nëse ka mos përputhje. Opozita kërkoi nëpërmjet përfaqësuesit të saj ligjor që shoqërohej edhe nga deputeti Bledi Himçi rihapjen dhe rinumërimin e të gjithë kutive të votimit për qarkun, teksa këmbguli kryesisht për Gramshin dhe Peqinin ku pretendon edhe trenin bullgar që policia dhe KQZ u arrezoi zyrtarisht. Po, ju faleminderit. Atëherë, thjesht për sqarim dhe për interesat e publikut. Duke qenë se nga vëzhgimi i videove të vëra në dispozicion nga pala ankimuese, ne konstatojmë që ka dyshime të arsyeshme që në ato qendra votimi, të paktën që na u sinjalizuan dhe që ju objektivisht keni pas mundësi që të vëzhgoni dhe të kthyrni deri tani, ka eventualisht dyshime pra për parregullsi në procesin e votimit. Ne shfrytëzuam pikërisht të drejtën që na jep pika 3 në 136 të kodit dhe vendosëm që me kërkesën tonë të pranojmë hapjen e të gjitha kutive për të materialeve zgjedhore për KZAZ 45 dhe 52 dhe eventualisht të gjitha kutit e votimit për efekt të rakordimit të gjetjeve në kutit e materialeve zgjedhore. Mirë, në rregull, besoj. Debatët vijuan mes tyre, gjithashtu Braho kujtoi se kërkesat e Partisë Demokratike për përjashtimin e Rusmalit ishin rrëzuar të gjitha dhe Logu mund të ndiqte rrugë tjetër ligjore.